Unë mëj me thonë që prej pandemis e këndej, situata me punëtor ka ndryshu shumë. Në veçanti është papërgjegjësi e madhe në disa situata, për shembull, gjithmonë preferona te sektori hotelerisë pasi edhe vi nga ky sektor. Pavarësisht rrethona dhe gjendjes cilën e ke jashtë orarit punës, ti në orar punës do të me dhonë, besoj do të me dhonë maksimumin për me fitu një klient që me të ardhaj prap nesër. Do me thonë, të vynë sa ma shumë për kushtim, të vynë përgjësi, po normal edhe profesionalizm. E profesionalizmi realisht arrihet në bazë të përvojës, në bazë të trajnimeve, që e tha dhe bashkëfolësim. Mirë po, në ditë sotit është pak problem është bësë që situata me punëtor të rinj, sepse nuk e kanë shumë vëmendjen tek puna. Unë mendoj ashtu. Domethënë, gjithherë edhe nëse vinë me mbaj qatë orar, gjithmonë kanë mundu me shty si me zarë, për me qu deri në fund orarin, domethënë si intereson se a mujnë me e garantu një klient prapë domethënë me shërbim, me pritje realisht, ka rëndësi dhe pritja shumë. Që kjo është.